Marrëveshja me Iranin ishte tmerrsisht pranë, thot John Kerry, duke këmbgulur se dallimet mes fuqive botërore dhe Republikës Islamike mbi programin e saj bërthamor nuk janë aq të mëdha sa të ndalojnë vullosjen e një pakti. 3 ditë negociata në Gjenev përfunduan pa rezultat, por diplomatët do takohen sërish në 20 nëntor. Ju afruam jashtëzakonisht shumë marrëveshjes, por do të duhet kohë të kapërcejmë ndasitë tona. Nuk kemi folur për 35 vjet. Në 30 orët e Gjenevës folëm më shumë se ç'kemi bërë në 3 dekada. Kerry shtoi se kritikët e një tjetër përpjekjeje për të kufizuar aktivitetin bërthamor të Iranit mes të cilëve edhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu duhet t'i japin një shans negociatave. Regjimi ajetollahëve ndërkohë ka pranuar të bashkëpunojë me Kombet e Bashkuara për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mbi ambicjet e tij bërthamore. Gjatë bisedimeve të fundit mes shefit të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike Yukiya Amano dhe kreut iranian të çështjeve bërthamore Ali Akbar Salehi është rënë dakord me një program që do të lejojë inspektime më të gjera të Kombeve të Bashkuara, përfshirë verifikimet në një reaktor të ujit të rënd dhe një minier uraniumi. Sipas ekspertëve, progresi në marrëdhëniet mes Teheranit dhe agjencisë në fjalë është një zhvillim paralel tepër i rëndësishëm i negociatave mes Republikës Islamike dhe fuqive të mëdha botërore.